Nuk zgjati shumë marrëtia e grabitësit të Exchange ditën e djeshme, pasi uniformat të blu kanë arritur që të arrestojnë. Na jep më shumë detaje mëngjesin e sotëm me Sido Barka, i cilit i themi mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, në fakt ashtu si që thatë dhe ju, vetëm disa orë i ka zgjatur arretia Luan Maçit, 42 vjeçari, i cili në nkërcenimin e armës arriti që të grabiste disa shumë aparash në një exchange në afërsi të zonës e 5 Majit brenda një qendre tregtare. Në fakt ka qenë një punë, le të themi, e ngritur nga komisariati numër 4, ku ka arritur të zbardhë komplet ngjarjen e cila tronditi ditën e dieshme kryeqytetin, duke identifikuar 42 vjeçarin dhe më pas u finalizua operacioni me arrestimin e 22 vjeçarit Luan Maçi, i cili në fakt rezulton me precedent penal sa i takon për krime të ndryshme më përpara. Të paktën 42 vjeçari është marrë në pyetje ditën e djeshme nga hetuesit e komisariatit numër 4, Luan Maçi, i cili ka dhënë dëshminë e tij në lidhje me ngjarjen e rënd, duke thënë se ka qenë i detyruar që të grabiste për exchange-in duke marrë shumat e parave për shkak sepse kishte nënën e tij sëmurë. Në fakt një tjetër detaj që bie në sy, të paktën në bazë të kamerave të sigurisë të qendrës tregtare, por dhe të biznesit i cili era pre e dhunës së grabitjes marrëm ditën e djeshme, ka qenë 42 vjeçari veshur me rroba të zeza dhe me kapele dhe me mjekër, por menjëherë sapo ka kryer krimin në banesën e tij, ai ka hequr mjekën duke shpresuar kështu që të mos identifikohet nga policia. Megjithatë, policia ka ngritur një punë hetimore të mirëfillt sa i takon identifikimit të 42 vjeçarit, i cili në fakt kohët e fundit në zonën e 5 Majit kishte arritur që të ndronte disa banesa dhe ka qenë më e vështirë le të themi lokalizimi i tij, por më pas kanë arritur në gjurmët e këtij të fundit duke arrestuar. Ai ka qenë i vetëm në banesë ku janë gjetur dhe pistoleta me të cilën ai ka kryer pra krimin në nkërcenimin e pistoletës ku ka arritur që të marrë shumat e parave, si dhe disa shumë aparash. Nga ana tjetër, biznesi privat pretendon se janë grabitur rreth 3 milion lekë të vjetra, që ngelet në fakt për të parë dhe në parat të cilët janë gjetur në banesën e 42 vjeçarit. Sido, si ka arritur policia ta lokalizoj Luan Maçin në kohë rekord, në fakt pas këtij plani ambicios që ka pasur për mos identifikimin e tij duke hequr kështu mjekrën në moment të fundit? Po, Flori, kanë qenë kamerat e sigurisë të biznesit të cilet kanë ndihmuar edhe pse 42 vjeçari pra është veshur me rrobat e zeza dhe është munduar që të mbulojë fytyrën e tij të paktën të mos pikaset nga kamerat e sigurisë, kamerat të shumta në fakt në zonë. Të paktën Luan Maçi në momentin që ka mbritur pranë qendrës tregtare ka qenë me një motor pa targa, pra një motor le të themi me kubik të vogël i cili nuk nevojiten që të pajiset me targa, ka braktisur pra motorin në afërsi të qendrës tregtare dhe në momentin që është larguar pra menjëherë pas krimit është larguar në këmbë duke shfrytzuar rrugisat e zonës për të humbur gjurmë dhe për të mos u ndjekur le të themi nga kamerat e sigurisë në zonë. Pra ka zgjedhur disa rrugica pranë banesave private për të mos u identifikuar të paktën itinerari i tij deri në momentin që ka mbërritur në banesë të mos fiksohet nga kamerat e sigurisë. Megjithatë, kanë qenë gjurmët le të themi të cilët ai ka lënë në vendin e ngjarjes, kuptohet që grupi hetimor pra ka arritur që të grumbullojë disa prova të pakundërshtueshme të cilën kanë ndihmuar policinë në identifikimin e tij kryesisht bazuar te kamerat e sigurisë, jo vetëm brenda qendrës tregtare, por dhe në ambientet e tjera të jashtme të biznesive ku ai pra ka ecur le të themi edhe me motor përpara se të kryente krimin e rënd. Këto kanë ndihmuar policinë në zbulimin e identifikimit të 42 vjeçarit Luan Maçi. Precedenta kishte Sido? Pra rezulton njëri i cili më herët kishte patur të tilla raste? Po, në fakt Brekena i rezulton me precedent penal edhe më përpara është ku ka qenë i dënuar për mashtrim nga policia e Tiranës, pra është një person i cili njihet pra, një kontingjent krimi le të themi, të paktën në momentet e para ai është dyshuar si një përdorues i lëndëve narkotike, megjithatë nuk ka rezultuar që të jetë përdorues ose të mos jetë i njohur le të themi për policinë si përdorues i lëndëve narkotike, por njëri problematik i cili shpesh e kishte arritur të mashtronte qytetarë të tjerë duke i marrë shumë të ndryshme parash. Në qartë. Mirë, si do të falenderojmë për detajet që në studio. Faleminderit Sido.